në tonë ti ndoqje? Ndoqja, unë mendoj që opozita në fakt nuk është se ka shumë mjete kundër në qeverisë. Sot, Zoti Berisha e shpjegoi pse nuk ka mjete, për shkakun se parlamenti nuk funksionon. Opozita nuk mund të kontrollojë qeverinë përmes parlamentit. Komisionet timore nuk bën dot, interpelanca nuk bën dot, seanca pyetjesh nuk bën dot. Vetëm mund të bëjnë një show, një fjalim në parlament dhe kaq. Nuk ka. Atëherë çfarë bëhet? Kalohet dhe në protest. Por nuk mund të kalosh dhe në parlament dhe në protest. Ose do heqësh dorë nga parlamenti kur është disfunksional, do thuash njerëzve që ne nuk ju përfaqësojmë më dot në parlament, sepse nuk kemi hapësirën për ta bërë këtë punë, ose do rish vetëm në parlament. Nuk mund të dalësh një javë në protest, pastaj shkon në parlament dhe merr leje nga Niko Peleshi për të folur. Besoj që ky dualitet është një nga këto dualitetet kundërshtit që shoqërojnë atë që bën në opozita. Dhe që vën dyshim seriozitetin e kësaj përpjekjeje. E dyta është që kur thua do bëjmë kryenglirje të paqësore, nuk mund të kesh Molotov në kryenglirje paqësore. Në bëj kryenglirje paqësore të heshtur, bllokoj rrugën në mënyrë të heshtur, mos kesh fare konflikte fizike me policinë. Dhe nëse policia ndërhyn me gaz dhe me ujë me që janë ato, atëherë do mbet përgjegjësia komplet policisë. Nuk mund të bësh edhe flakadanët, edhe molotovët, edhe pastaj thuar pse na goditi policia, të mos kuptohet diku kush faj dhe kush ka drejtë. Po ndoshta është pafuqia në tonë këtu. Ndoshta është pafuqia dhe atyre ju duhen foto me sa. Nëse është pafuqia. Jo, po s'bën foto sepse u bën foto të Bajate, u bën foto, u bën lajm. Ne shikojmë në protestën e fundit kishte vetëm nga ata që ishin gati të luftonin. Ata që janë gati të luftojnë nuk shkojnë më. Një tjetër kontradikt. Ne themi do marrin fatin ton në dorë, do shpëtojmë ne Shqipërinë, thot PD-ja. Po. Do marrin fatin në dorë. Pse dalin aty me flamuj gjerman? Pse ndrojnë flamuj gjithmonë? Sa del një vend që bën një deklaratë ambigu ose kritike për Ramën, këta marrin flamurin dhe dalin shesh. A do dalin me flamurin shqiptar? Se kur del me flamurin gjerman, si do rëndje, dhe sot ambasada gjermane bën deklaratë dhe thot që ajo nuk është protestë paqësore dhe s'duhet jetë ashtu, atëherë edhe ata njerëz që fjetën me flamurin gjerman duke pa rëndra me pushtet, do ke ndjekur flamurin kej dhe djegin flamurin gjerman sot edhe? Mund ta djegin popullata? Këto kontradita, këto gjëra të pa menduara, të pa strukturuara, të gjitha karakterizojnë protestën e opozitës, e cila pastaj sigurisht që nuk do ketë rezultat. Kemi pas një sigurisht do ketë zëra kundër. Flamurin e Ilirit që kundërshtonte jurikimin me flamurin amerikan. Flamurin amerikan. Në një gjë. Nuk shkojnë të gjëra. Me flamurin amerikan dhe pastaj thoshe jurikimin ç'ke ti me flamurin tënd. Për flamurin e vet, vetë po fliste. Pra, këto gjëra janë gjëra që e bëjnë... Dhe bëjnë disa flamurat, se kete flamurin... Po, këta ndrojnë flamurin, e filluan me flamurit amerikanë, sepse Rama ishte i blokuar, nuk shkonte në Amerikë, të tjera Amerikanë përëzonë Ramën, tani i bën Gjerman flamurit. Gjerman. Njeri kishin të besë. Po, kjo nuk është politikë. Kjo është ku rafsha, mos u vrafsha, hajde dalim, se kështu doli. Pra, nuk ka mendim, ka një kontradikt shumë madhe dhe ka dhe njerëzit dyshojnë pastaj. A është kjo një gjuhë, a është një mendim, a është një strategji, apo është thjesht tajt gënjeshtër radhës, hajde të karikojmë njerëzit se sot është Gjermania kundër, sot nesër është BE-ja kundër, dje ishte Amerika kundër. Pra, nuk ka një vijimësi që të tregojë që këtu ka një linjë, është e vendosur për të bërë të gjën dhe vetëm për të gjë opozita. Mendoj që është sigurisht për të larë gojën e gjitha dhe nuk krijon asnjë gjë. Dalin kundërshtit pa fundme që i largojnë njerëzit. Rritet çmimi i naftës, po, rritet çmimi i naftës, Edi Rama dihet është një bashkëpunim me shkelje syri të qartë me këta grosistët e naftës, që nuk diskutohet. Që këtu rriten gjitha çmimet dhe prapë Rama mbyll syt dhe bën sikur s'di gjë. Ne kemi çmimet më të larta në Europë, kjo nuk diskutohet. Që ne kemi qeverisje të korruptuar, kjo nuk diskutohet. Problemi është mesazhi që ti vëj qytetarëve. Sot është mesazh që do luftojmë këto gjëra bashk, apo është mesazhi që ti u jep njerëz antarëve të Partisë Demokratike që hajde të vim pushtet që të zgjidhim
që të mos rrimë në opozit neve, që të zhjithë malet tonët. Këtu është problemi. Dhe kur flasim që duhet dalësh në përrethet, të takosh njerëzit tjere, duhet t'jesh atje, ta dish çfarë duan ata. Duhet ta dish çfarë duhet ndryshosh atyre, dhe ata të krijojnë besim se ti mund ta ndryshosh vërtet. Se pastaj kështu është ajo që rritet që ajo që thot Batoni për masën kritike. Njerëzit fillojnë pastaj besojnë që kjo parti, nëse do të ndryshojmë, do na zgjidh këto gjëra, hajde zgjidhim se me Ramën se zgjidhim dot. Dhe nuk do vinë aty vetëm anëtarët e PD-s, dhe militantë e PD-s për të ftuar për të ardhur pushtet, por do vinë shqiptarët për ndryshim, për të hequr qeverinë dhe për të ndryshuar qeverisjen. Këtë s'po bën dot PD-ja sot. Shqiptarët duhet vinë shqiptarë për të ndryshuar qeverisjen, jo anëtarët e PD-s dhe militantët e PD-s. Sepse nëse aty vjen një rreth i ngushtë njerëzish, grup interesi që është PD-ja, Rama e ka shumë të lehtë të përdor policinë, të përdor këto gazin do sjellës edhe ujin me piper, të gjitha shkopin e gomës, dhunën, sharjet. E kupton se është si luftë mes palëve. Nëse do ishin gjithë qytetarët, ne kemi parë se si reagon Rama kur shikon kur nuhat që ka shoqëri civile mbrapa. Se si triqet. Kështu që besoj që i duhet të ndezi këtë shpresën tek njerëzit që nuk janë të angazhuar, tek qytetarët e thjeshtë, që mund ndryshoj. A e bën dot, ndoshta do kohë, po të paktën për ca kohë të filloj sot dhe pas ca kohësh të kemi një lëvizje të vërtet, jo ndarjen e anëtarëve të PD-s kundër PS-s. Po ja, të kthehemi me një fjali. E ki protestën për shtrejtimin e naftës. Rezerva shtetërore nuk hyn brenda këtij po themi të eliminimit këtë rritje. Ti hyn me një protest e cila s'ka kauzë, duke pas kauzën brenda. Dhe kur del të nesërmen, ti ja u mohon edhe të tjerëve me marrë kauzën e naftës si protestim. Një kauzë, kanë ato, Baton. Një rrëfim si që kërkon ti e kanë. Pra, Partia Demokratike pretendon që përballë në garë ka një parti shtet. Dakor? Dhe parti shtet, pavarësisht se mund të thonë ato, e thotë raporti OSBE-dirit. Edhe një studim i fundit, i një instituti shumë serios, suedes, thotë që në Shqipëri është një autokraci parlamentare, elektorale. Pra, këto citime janë. Dhe Partia Demokratike thotë që mund tjetë shumë e fortë Partia Socialiste në garë, por që të hymë në garë me Partinë Socialiste, do duaj që të ketë një qeveri tranzitore, sepse kjo që është për momentin, është partia shtet, sundon çdo gjë. Kështu që në këtë garë po barabartë, ne nuk hymë do, çfarë do që të bëjmë? Çfarë do shkencash që të bëjmë? Platforma, të ofrojmë njerëzit në të gjitha mënyrat e tjera që do bënte një opozit normale në çdo vend. Ne përballë nuk kemi një parti politike që po garon, por kemi partinë që është shteti vet. Kështu që në këto kushte, kërkesa e saj besoj se është legjitime. Nëse pas plotësimit të kësaj kërkese nuk do të ishte në gjendje ta fitonte garë për 1000 probleme që ka Partia Demokratike, atëherë bim dakord. S'ka problem. Kjo është problemi. Po jam në program. Nuk është ka drejt të kjo kërkesë. Kjo është tjetër çështje. Problemi është si do arish të kjo. Sepse njerëzit kur thonë që ne duhet jemi të barabartë për do arrit të kjo, duke bë këtë pra protestë. Qytetarët do thonë çfarë ndryshon. Pra ti duhet i bindesh shqiptarët që ndryshon diçka. Po si do i bindesh? Do i bindesh duke treguar pse rritet vërtet shpërimi i naftës. Është vërtet taksa e qarkullimit apo është karteli i naftës që kontrollojnë 4-5 firma këtu që i kanë rënjët që nga PD-ja. Që PD-ja se përmën kur emrin. Ai duhet të përmendësh emrin. Do ta thuash vërtet pse rritet shpërimi i naftës. Do të thuash vërtet pse rritet shpërimi i produkteve të ushqimore në Shqipëri. Pse shpërimi e shportës sot Shqipëria e ka më të lartë se Italia. Po këto duhet të thuash pse arsyet, kush janë faktorët. Me kë, po s'ja u the këto, njerëzit nuk të besojnë. Prandaj ti do të thuash vërtet që ne duhet të kemi një garë barabartë për të ndryshuar, por po do ndryshoj qeverisja, dhe duhet i bindesh që do ndryshoj qeverisja, se po të ketë ndryshoj qeverisja, thonë ata pse do vim ne një betejë të PD-s, për çfarë arsye, qytetarët. Pra duhet ta bëjnë qytetarët betejën, jo vetëm PD-ja. Ne i mbështesim PD-n në këtë kërkesë për garë barabartë gjithë, deri në protestë, kemi thënë që protesta duhet etj. Problemi është që kjo protestë duhet kaq sterile sa ç'është sot, përderisa nuk ka qytetar. Përderisa është vetëm me njerëz të angazhuar. Që pyetja e fundit që kam unë tek kjo pra se të kalim të asambleja e dramës, është ore njerëzit janë mbledhur aty në Partinë Demokratike, pse nuk flet njeri fare për këto probleme? Se kur ishte Partia Socialiste në opozitë, ose qoftë në pushtet sa kohë, po në opozitë veçanërisht, flisnin socialistët. Ne
Nuk linin gjë pa thënë. Për nanën, dhe i sa pasaj ndrojë pushteti, kalon të kaq muajt e Ishte majtë. edhe një parti demokratike, e ka bërë kazermë Rama tani partinë që do flasim. Jo, tani aty e ke... Jo, po ja ka një fasad demokratik. Kanë dhe një justifikim abilere se janë në pushtet. Kim të mos kesh parti, e pushtet. Qartë. Për 2-3 vite, ne çfarë nuk kemi dëgjuar brenda asaj partie. Domethënë kanë qenë dy palë që janë ngërvesh me njëra tjetrën, pra, e kemi dëgjuar të gjitha gjërat. E mundshme që fotografohen aty beja jo te pallati i kongreseve. Por për momentin, sigurisht që pjesa më e madhe atyre që janë ofruar nga pjesa tjetër, janë ofruar në Ore aty Rrugën e s'le Berishës, tani. sigurisht që nuk guxojmë të Ata flasim, ishin kanë kundër gjetë Sali kompromiset e Berishës, tyre dhe ata. Gazi Bardhi, Gjek Marku, Po, kanë gjetë kompromisin e tyre. Deri në momentin që ishin jashtë, u bashkuan aty ata. Po, e ndjejnë veten të pafuqishëm për të bërë një gjë ndryshe. Kjo është e qartë. Kjo është e qartë, s'kan fuqi, s'kan guxim për të bërë një gjë, edhe rrin atje.